Çfarë po ndodh në Brazil? Nuk e di nëse i keni parlament apo jo, por Brazili po digjet. Bile shumë vende të tjera që janë pranë Brazilit tani janë drithërohen, sepse Brazili ka rreth 200 milion banor. Vetëm në Rio de Janeiro gjenden 6 milion banor. Mirë po, pikërisht Rio de Janeiro po digjet, pra ka marrë flak. Dhe dua ta diskutoj me ju sepse ky është një argument që prek të gjitha shtetet. Duhet të dini që ka disa ditë Brazili është mobilizuar sepse kërkon që të shpërbëj të gjitha le të themi bandat që narkotrafikantët, me pak fjalë. Dhe ka shumë kartela. Nuk e di e njihni apo jo, kartelat janë ato grupet, kështu quhen kartela, që janë të formuara që prej vitesh më parë. Mire, ky komando, ky grupi që po luftojnë tani, është ndërtuar ose është themeluar ty nga viti 1979. Merreni mend se sa kohë ata punojnë me drogë dhe me pislëqe. Sepse duhet të dini që pjesa dërmuese e këtyre vendeve, jo të vendeve në atë por çdo vend të botës, merren me pislëqe. Dhe doja që ta diskutoja sepse merreni me mend, deri tani po bëhet një luftë, tamam si një luftë mes një band kaq që duket sikur të jetë banale, e banda e quajtur komando, kundër policisë që janë rreth 2500 që kanë dalë për të arrestuar njerëz. Kanë vdekur deri tani rreth 60 njerëz nga përplasjet, pra nga lufta që po bëhet. Por, siç ju thash, ky është një argument që prek çdo shtet. Duke filluar që nga Shqipëria, Kosovë, Maqedonia, Malizi, Italia, Greqia, Turqia, të gjithë. Dhe doja ta prekja këtë. Pse? Sepse doja t'ju pyesja juve, kush e bën në të vërtet këtë gjë, pra lëvizjet e pislëqeve, të drogës dhe të pislëqeve. Kush e bën sipas jush? Do të dëshiroja një koment nga ju. Po ju bëj këtë pyetje sepse është thelbësore, është vërtet thelbësore. Shiko, një shtet, fola para ca kohësh me një mikun tim, që është marshall, dhe e pyeta për diçka. I thash, shiko, nëse do të dëshironte, thash, shteti të mobilizonte gjithë vendin dhe ta bënte kaps gjithë vendin, pra që të bllokonte çdo lloj droge apo budallëqe që mund të jenë apo pislëqe. Në sa kohë do ta bënte? I thash. Pse më bën këtë pyetje? I thash, të lutem, thash, vetëm ti mund të ma thuash. Brenda 24 orëve, tha. Mbeta pa fjalë. Pra brenda 24 orëve mund të pastrojnë çdo gjë. Atëherë pyetja është pse e lën? Dhe nuk është vetëm këtu, po e përsëris në çdo vend të botës. Bile do t'ju them. Ishte viti 2005 dhe isha në Vlorë. Mbaj mend që më duket që ishte 2005, apo ndoshta më përpara, nuk e mbaj mend mirë, por ndoshta viti ju kujton diçka, sepse ishte Fatos Nano, ishte kryeministër. Dhe më kishin mëftoi Zenepja, mikesha ime në një drek që po bënin ata tek në ujtë ftohtë, dhe më tha, hajde, tha, se do flasësh ta me këtë shokut tanë, tha, sepse kam biseduar me ta dhe janë këtu, tha, po të presin. I thash, nuk vi tani, po të presin, tha, mos bëj budallëqe, tha, se po të presin. Më vinte zor, e keni parasysh dhe shkova. Më vinte zor, sepse ata ishin personazh, unë një artist isha. Megjithatë shkova, dhe kur shkova aty, po më prisin vërtet të gjithë për jashta, ishte edhe kryeministri, dhe i thash, në momentin që më tha, hajde futu, më tha shoqja ime, pra Zenepja, i thash, jo, se s'm ka ftuar askush, mund folëm aty 2 minuta, por për të futur brenda nuk doja të futesha, se vërtet nuk kishte ftuar askush. Ashtu tha ky kryeministri, i tha shefit kabinetit, bëj ftesën direkt. E bëri aty, vërtet, e shkruajti aty ftesën që të futesha në drek. Më erdhi pak kështu zor, po megjithatë u futa, dhe teksa po bënin një reportazh
pra një intervist mu aty në hall, më bëri përshtypje ajo që tha kryeministri. Sepse isha aty, bashkë me të, pra ishin të gjithë ata aty dhe isha edhe unë. Ne duhet të luftojmë deri në fund korrupsionin e tjere, pastaj këta janë njerëzit që nuk duhet të jetojnë në këtë shoqëri e tjere. Dhe gjitha këto shkojnë në lajme, ju e dini shumë mirë. Dhe në fund fare, tha, kur mbaroi gjitha, që mbyllën ato telekamerë çdo gjë, ju ofrua Zenepes, tha, më i tha, se mos i shkruan gjitha këto që thash unë, u ta lëm pak popullin të lirë, tha, që të haj. Unë kam mbetur pa fjalë. Sinqerisht mbeta pa fjalë, sepse aty kuptova që si isha afruar ndonjëherë një kryeministri që të kuptoja gjëra të rëndësishme, si për shembull kjo. Sepse është e vërtetë që liderat duhet që të lënë diçka për popullin. Sepse populli ku do haj, për shembull, e thash këtë që të kuptohet që në të gjitha vendet bëhet e njëjta gjë. Pra e lën populli që të haj diçka, të bëj diçka, sepse si do të mund të ushqehet populli? Dhe ushqehet me këtë. Dikush nga ju do thotë, po mirë, me se do ushqehet me diçka tjetër. Nuk kanë për momentin, si do t'ja bëjnë? Dhe këtë doja të tregoja tani për sa i përket Brazilit. Brazili ka 200 milion banor. Meksika ka 130 milion banor. Në fakt ne dëgjojmë shumë për meksikanët apo për brazilianët. Për shembull Argentina sa ka 40-45 milion banor, mos gaboj. Pastaj keni Venezuelën 15, nuk e di sa ka. Pra, po t'i shikoni, të gjitha këto vendet latine kanë miliona njerëz, por nuk kanë organizim. Sepse organizimi, se nuk është vetëm kjo, ka dhe gjëra tjera, që nuk mund t'i themi këtu tani, sepse jo të gjitha thuen, por nuk kanë organizim, sepse me atë pak sa kanë, mund të organizojnë që të punojnë. Mirë, po nëse keni vënë re, të gjitha vendet e varfra nuk e punojnë dot tokën. Shumë nga këta thonë që nuk punojnë toka, sepse s'kan prodhimtari. Pra po të kenë prodhimtari me gjitha tokë që ka Brazili për shembull, do mund të jepte për të ngrënë gjithë botës, jo vetëm Brazilit. Por nuk mundet. Nuk mundet sepse nuk kanë materien e parë. Pra ç'është materia e parë? Farat, gjërat që duhet për t'i kultivuar, makineritë e tjera. Pra nëse nuk kanë këto bazën, si do t'ja bëjnë? Është njësoj si në Shqipëri për shembull. Dhe në Shqipëri e njëjta gjë. Vjen ai fshatari për shembull, bën gjithë ato prodhimtari dhe në fund fare thot, vjen njëri thot nga Greqia thot, apo nga Italia thot, apo nga ku ta di unë thot, mi sjell thot një kile domate thot, apo 1 kile moll, thot sa gjysma e çmimit që unë jap. Si është e mundur thot. Tani, ata që i bëjnë, ka disa teknika tjera që nuk mund t'i themi këtu, dhe po i shpërndajnë gjithë botën. Mirë po, duhet të dini që nuk ka prodhimtari, pra nuk bën dot fshatari, po të prodhoj fshatari në vend, atëre, pra që ta le shteti që të prodhoj në vend, atëre padyshim do luftoj edhe eksport-importin. Pra duke prodhuar në vend, do t'japi një mundësi vendit që të lulëzoj dal nga dal. Mirë po, në këtë mënyrë, duke mos patur mundësi që ai të shesi, është i detyruar që mos ta punoj tokën. Dhe merreni me mend, Shqipëria është e vogël, po merreni mend Brazili. Gjitha ajo tokë që ka. Dhe po thoshja, të gjitha këto kartelat, pra këto grupet e mëdha, kanë kohë që kanë lindur. Tani filluan njërë me Venezuelën, para 2 muajve, 3 muajve, që se bani mend kemi bërë një video, por tani është radha e Brazilit, pastaj do fillojnë të tjerat, Argentina, Kolumbia, Uruguay, Paraguay, e tjerë. Dhe duhet me se zbën që të pastrojë, sepse viti 2030 po vjen dhe është e detyruar bota që të shkojë drejt rendit të ri, pra drejt formimit të rendit të ri dhe edhe të botës së re. Mirë po, se pyetja kryesore është si do t'ja bëj populli pas pak, sepse do shikoni që pas një farë kohe do ketë vështirësi. Jo vetëm sepse me lindjen e makinerive, të robotave, të inteligjencës artificiale,
rritet mirëqenia. Po, por kryesisht punojnë makinerit dhe inteligjencë artificiale, jo njeriu. Atëre, dikush do bëhet miliarder dhe të tjerë do bëhen akoma më të varfër. Ndaj dhe, si që kemi thënë në një video të mëparshme, është i pari vit, në vitin 2025, me fjalë, nuk ishte ndodhur kurrë që të kishte kaq miliarder. Këtë vit ka 3.20 miliarder. Është merë, nuk ishte ndodhur asnjëherë. Pikërisht pra sepse disa po bëhen më të pasur dhe populli po bëhet më i varfër. Dhe do të shikonim së ardhmen deri në vitin 2030. Kjo do distancohet akoma më shumë, do shkëputet akoma më shumë. Megjithatë do dëshira edhe një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për këtë botën e pistë që shteti e lë, çfarë do të bëj, ta le apo nuk mos ta le? Dhe nëse le, çfarë të mirash ka dhe çfarë të këqija sjell? Pres komentet tuaja. Natën e mirë.